faktikisht të merë opozita me gjithë ato ulljet e ngritjet e saj, sidomos në 4 vjeçarin e fundit, pa diskutim kanë ndikuar në rezultat, por jo në masën e rezultatit 83 me 50 mandate, duke përfshirë dhe mandatet e partive të vogla. Rezultati prej 83 mandatesh pa diskutim nuk është një vullnet i lirë i zgjedhësve. Ne kemi të paktën në 5-6 qarqe që ka pas prezencë të bandave, ka pas ndikim. Kemi pothuajse një shtrirje në të gjithë territorin e Republikës Shqipërisë të përfshirjes së institucioneve, qofshin këto qendrore apo lokale dhe çdo agjenci tjetër shtetërore, në përfshirjen e fushatës zgjedhore dhe favorizimin e kandidatëve për Partinë Socialiste. Pra, kishim një garë të pabarabartë, kishim një opozitë të dërmuar nga lufta brendshme, por kjo ndikon maksimumi në atë krijon apo nuk krijon atë shpresën ngjit apo nuk ngjit si opozit, por nga ana tjetër kishim këtë trysninë e bandave, e parave, e administratës shtetërore, prezencën e shtetit në një garë elektorale. Le të ngelemi tek bandat.